zgjedhje dhe druaj që do të thejmë gjitha rekordet botërore. Interesante kjo temë gjitha rekordet botërore, sa i përket mbajtjes së zgjedhjeve, zotri Koci. Kur jemi tek biseda për mungesën e institucioneve funksionalisht, cilat do të duhet të ishin plotësisht funksionale në fakt, në anën tjetër kemi disa deklarata, ndoshta shqetësuese për t'i quajtur kështu të presidentit serb Aleksandar Vučić sa i përket ndryshimit të rrjedhës së lumit Ibër, si keni parë ju ato? Unë mendoj se deklaratat e presidentit serb Aleksandar Vučić duhet marrë seriozisht, sepse në bindjen time nuk janë vetëm bllaf politik. Ju përkujtoj, kemi pasur para disa dite një deklaratë të ministres Paunović, e cila tha se do të kishte pastruar etnikisht Kosovën në vitin 98-99. Dhe se Serbia ka pritur 500 vite largimin e Peranderues Osmane, dhe se sërish do të pret largimin e KFOR-it. Dhe ajo ende është ministre e pashkarkuar. Çdo të thotë kjo? Kjo do të thotë se ajo deklaratë është bërë në koordinim me udhëheqjen më të lartë të Serbisë, pra me Aleksandar Vučić, ndryshe nëse jo, ajo do të shkarkohej jo vetëm brenda 24 ore, por brenda 24 minutave. Prandaj deklarimet e fundit të Vučićit rreth ndrimit